Një zakon i mëngjesit është qelësi nëse doni të shmangni kapsullokun. Nëse doni të përmirësoni tretjen dhe të shmangni kapsullokun, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të ndryshoni është të ndaloni së nxituari në mëngjes. Shumë njerëz ngrihen dhe menjëherë merren me detyrat e tyre, pa i dhënë kohë trupit të zgjohet. Megjithatë, sistemi i tretës funksionon më mirë kur trupi është i relaksuar. Nëse jeni të stresuar ose me nxitim, kjo mund ta vështirësojë jashtëqitjen. Gastroenterologjia Wendy Lebret ndau këshillat e saj më të mira për ata që duan të kenë zakone më të mira për të shkuar në tualet në mëngjes. Mendoj se shumë prej nesh kanë ato rutinat e mëngjesit ku zgjohemi dhe pastaj brenda 15 minutash është sikur të vrapojmë nga dera. Është e rëndësishme të pushojmë, të tretim ushqimin dhe t'i japim vetes kohë për të bërë një jashtëqitje të madhe. Zgjimi pak më herët mund të jetë i dobishëm, thot ajo. Mosdhënia e kohës së mjaftueshme në mëngjes mund të shkaktojë kapsullë. Nëse e vendosni alarmin në kohën më të fundit të mundshme, mund të ndjeni nevojën për të ndaluar jashtëqitjen, gjë që mund të shkaktojë kapsullë. Në vend që të flini më vonë, shkoni në shtrat më herët. Diçka që më pëlqen të bëj është që, kur zgjohem, të marr 5 frymëmarrje të thella nga stomaku im ndërsa jam ende në shtrat. Kjo më ndihmon të relaksoj dyshemen e legenit. Më zgjon zorët dhe i vë gjërat në lëvizje. Shtimi 5 deri në 10 minutave ecje në rutinën tuaj të mëngjesit, një frymëmarrje me bark, një shtrirje ose një ecje e shpejtë. Ajo lëvizje e vogël mund të bëjë një ndryshim të madh krahasuar me ngritjen nga shtrati dhe thjesht vrapimin jashtë derës, thot ajo. Një gjë tjetër që mund t'ju ndihmojë të jeni më të rregullt është zgjedhja e pijes së mëngjesit. Ne të gjithë e dimë që kafeja mund t'ju ndihmojë, por çdo gllënjë e ngrohtë është efektive. Pirja e ujit të ngrohtë në mëngjes mund të jetë në fakt një mënyrë shumë efektive për të vënë gjërat në punë, duke zgjuar në një farë mënyre sistemin tretës, shpjegon Lebret. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.